Pikpyetja më e madhe e ditës sotme, a do të kemi një president brenda orës 24 apo jo? Për këtë do të bashkëbisedoj në vijim me zonjën Afrodita Maliqi. Zonja Maliqi, përshëndes. Përshëndetje dhe juve. Faleminderit. Do të kemi apo nuk do të kemi president? Ka dalë sërish në skenë emri i zonjës Vjosa Osmani. Sa gjasa ka ajo që të jetë në krye të shtetit në një mandat tjetër? Jo, unë nuk besoj që do të kemë president, unë nuk besoj këtyne teorive konspirative që dikujt i pëlqen në orët e fundit me bë lajme. Realiteti është i prekshëm, po shihet që nuk ka gjasa, sikur Vjosa Osmanit ishte një kandidate e përshtatshme për lëvizjen vetëvendosje, nuk mendoj që do të kishte ndodhur, do të kishte marrë deri tek kjo ditë. Ishte kry procesi i zgjedhjes së presidentit shumë më parë, domethënë kur ka qenë koha, si shumë pas nevojë as me shku në gjykatë kushtetuese, as me ardhur në orët e fundit. Pra Vjosa Osmani ka qenë kandidate edhe më herët që kur, domethënë prej 4 prillit ajo është pa mandat, një muaj ditë përpara kanë fillu procedura dhe nuk ka pas interes nga lëvizja vetëvendosje dhe nuk besoj që lëvizja vetëvendosje do ta ketë ndruar qëndrimin për Vjosa Osmani në orët e fundit, në orët e fundit pak para shpalljes, mbylljes së apatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri. Ju keni pa lëvizja vetëvendosje dje ka tërheqë 2 kandidaturat dhe ka vë kandidatura të reja që janë apolitike. Domethënë ka gjetë një grua që vjen nga shoqëria civile, që ka një reputacion të mirë në Kosovë për shkak të punës së saj që ka pas me viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së Kosovës, dhe një grua tjetër që ka pas më herët pozicion politik, por që për momentin nuk është në politik, pra nuk ka dhënë asnjë shans ose asnjë derë të hapur për Vjosa Osmanin, nuk ka pas asnjë përgjigje edhe kur është pyetur për Vjosa Osmanin. Është e vërtetë që tash në ora 16:30 kryeministri Kurti ka paraparë një konferencë të re për media, por nuk besoj që kjo konferencë do të jetë një sihareç për çështjen e Vjosa Osmanit. Zonja Maliqi, ditën e djeshme në fjalimin e tij të gjatë në kuvent, Kurti tha, kemi ofruar gjithçka mundemi për opozitën, ajo bllokon. I kujtoi edhe një herë, tha se zgjedhjet e jashtëzakonshme do të dëmtonin vetëm buxhetin edhe në një farë mënyrë qytetarët nuk do të sillnin asnjë gjë të re. Është kështu edhe për ty, sepse është edhe një tezë, ekziston një tezë e cila thotë se opozita po e bën kastile këtë bllokim për të pasur, le të themi, të tjera numra në zgjedhjet e jashtëzakonshme edhe për të bërë aktor për atë që do të vendoset për vendin. Po, nuk besoj që Kurti t'i dhimbën qa shumë euro, se mi pas dim qa shumë euro, kishë menu ndryshe, nuk na kishën që edhe vitin e kaluar ne kemi pas dy par zgjedhje të jashtëzakonshme, dhe më thonë, s'është ja. Është fakt që opozita ka pas tendencë me zgjidhë çështjen e presidentit të vendit, pavarësisht presionit publik që opozita është gjendë në momentet kur opozita është takuar me Albin Kurtit dhe ju ka përgjigj thirrje se Albin Kurtit, por nuk kanë gjetë një gjuhë të përbashkët për emrin, për shkak se pavarësisht thirrjeve Kurti nuk është tërhequr nga pozicionet ose nga emrat e vet që në atë kohë i pat vënë. Opozita ka dhënë sinjale që është interesuar me zgjidhje për çështjen e presidentit dhe mos me çu vendin në zgjedhje. Megjithatë, Kurti dhe lëvizja vetëvendosje ka një aftësi të jashtëzakonshme propaganduese dhe aftësi me i manipulu masat dhe me çu mesazhin e vet aty ku të don. Shtortuese është në qeveri, ka buxhetin i cili po jo dhem ka, e ka në dispozicion, ka paralajmëruar një pako të gjerë për disa kategori të pensioneve, rastet sociale, jo rastisht i ka paralajmëruar me një qershor, kështu që është fakt që tash Kurti gjithçka që po bën, domethënë edhe këtë teatrin që po bën në kuvent, komplet lojën që po bën, është për me lënë para opinionit publik dhe para qytetarëve opozitën pajtore, që opozita nuk ka dasht me zgjedhë çështjen e presidentit të vendit. Jo rastisht në fundjavë Kurti tërhoqe 2 kandidaturat e veta, Konjufcën dhe Kollçakun, dhe i tha opozitës që ja jap shansin, ju propozoni 3 emra konsensual dhe njëri nga ta do bëhet president i vendit.
nëse Kurti që shpas interes që për një me atri pozitat mos me i menaxhu edhe kryetarin e kuvendit, edhe kryeministrin, edhe presidentin, dhe do bëjtje marrëveshje me ndonjë nga partitë për çështjen e presidentit, këto ndoshta me bo ma herët. Do të thonë, me njëherë mas zgjedhjeve, me njëherë mas rezultatit zgjedhor, kur është bërë kuvendi, është bërë qeveria, dhe të gjithë kemi ditë që neve po na vjen zgjedhja e presidentit. Nëse në kujtohet, edhe kur kemi fol, kemi thënë që rrezikojmë me shku edhe në një palë zgjedhje nëse nuk zgjidhet presidenti i vendit. Nuk është gjë diçka që na doli sot dhe qysh na doli. Të gjithë kemi ditë, edhe Kurti, edhe partitë opozitare, por nuk ka pas vullnet politik për mu zgjidhje problem dhe me pas sot një president të vendit dhe mos me rreziku vendin me shku në një palë zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat zgjedhje nuk është që kanë me ndryshu radikalisht diçka, mund të prodhojnë një rezultat të njëjtë dhe të gjindemi sërish para një situate të njëjtë siç jemi sot. Xhama Ligji, qëndrojmë ndoshta për pak çaste, ndjekim prononcimin e Kurtit, shpresojmë që të ketë një lajm për emrin e presidentit.